Përshëndetje. Sot erdha në punë me ndjesinë që më kishin sekuestruar kravatën. Si gazetar, si shqiptar, si kryefamiljar, si votues, unë nuk mund t'i lejoj vetes t'jap konkluzione për operacione të komplikuara të pastrimit parave, pa patur një vendim të formës së prerë të gjykatës dhe madje të spjeguar mirë. Por, gjithashtu kërkoj si qytetari i këtij vendi që prokuroria të bëjë një punë profesionale dhe skrupuloze. Si qytetari i këtij vendi u kërkoj nga gjykata të jap një vendim të ndershëm e të drejtë. Është hera e parë gjatë këtyre 30 vjet, 25 vjetëve të fundit të shoh një lëvizje kaq të motivuar dhe ndihem mirë që njerëzit shqetësohen apo institucionet shtetërore shqetësohen nëse ka apo nuk ka parregullsi në një biznes të caktuar. Por gjithashtu, kjo i jep gazetarëve dhe sidomos publikut një credo e cauz që kjo vëmendje personale e institucionale të mos jetë selektive dhe lëvizja skanuese të vazhdojë edhe në mediat e tjera e mundësisht të shtrihet që nga ditët e para të tyre. Raporti i pashëndetshëm me vetë mungesën e profesionalizmit në media dhe shërbimit pa kushte që i bëhet kundër të vërtetës në këtë vend, me diletantizëm dhe me reaksionin e pakontrolluar emocional, nuk parathon asgjë të mirë për marrëdhënien e ardhshme midis njerëzve të medias dhe segmenteve të sotëm e të tashëm të pushtetit. Nga ana tjetër të dashur teleshikues, neve nuk na mbetet gjë tjetër veç se të vazhdojmë punën me të njëjtin përkushtim, ka çështje të mëdha në interes të publikut, për cilat ja vlen të punohet jo vetëm me rroga të mëdha, po edhe pa rroga fare. Si votues, ne jemi përballë një mali të lartë të establishmentit, të tri partive të vjetra, të korruptuara dhe jo demokratike. Si t'ja bëjmë për ta lëvizur demokratikisht këtë mal që na pengon të jemi të lumtur? Për ta diskutuar këtë, unë kam ftuar në studio themeluesit e një lëvizje të re, Shqip On, janë zotërinjt Ledian Droboniku e Florian Salaj, me anë të cilëve e me praninë të cilëve për cilën ju falenderoj, dua të kuptoj. Në momentin që dikush merr një nisëm në këtë vend për ta tronditur establishmentin, si reagon ai? Por shqiptarçe nuk mund të mos bëj pyetjen e parë me një tendencë jo dashakeqe. A nuk është krijimi i një lëvizjeje për ta tronditur establishmentin në Shqipëri, Ledian, një shprehje e arrivizmit të pakontrolluar, o për pushtet, o për të marrë një vlerësim të munguar të momentit? Ju falenderoj për mundësinë, gjithashtu që rastin t'ju komplimentoj për mënyrën se si ju bëni gazetari, duke qenë kritik, atë që duhet bëjnë çdo gazetar, sepse vetëm në Shqipëri ndodh që media bëhet me pushtetin sapo vjen pushteti. Media do të jetë pranë qytetarit, duke dhënë atë që është drejt kushtetuese, drejt informimit, drejt kritike, dhe aty gjen dhe resurset. Megjithatë, ju falenderoj për pyetjen, kjo është pyetje që bëhet për ditë. Shqiptarët e bëjnë për ditë këtë pyetje pse duhet të besojmë se do të ndodh. Që 25 vjet janë pak për të krijuar një gjithë të mekanizmat që janë përqarë, gjithë të banalitet sistemik. Sistemi duket banal në fakt, projeksioni. Kurse makina nga mbrapa që projekton këtë është shumë e sofistikuar. Kështu që nuk mund të përgjigjen thjesht me slogane. Nuk duhet të përgjigjen me slogane duke lejuar qytetarët të vinë vetë në konkluzion. Kështu që kjo do një reflektim kuazi shkencor që pse ka ndodhur kjo gjë e pse kemi ardhur deri në këtë pikë ku Shqipëria vazhdon dhe sot e kësaj dite është një xhuxh ekonomik dhe një gjigant në korrupsion. Pra shkruar një sistem që po evoluon drejt së keqes. Më luhet kuptoj, Ledian. Janë disa vajza e djem, bura e gra, zonja e zotërinj, të cilët kanë përfunduar shkolla të niveleve të larta postuniversitare të studimit në Shqipëri dhe jashtë shtetit, të cilët vinë në Shqipëri, gjejnë një situatë kalcifikuar, karbonizuar, siç ti e përmende përpara se të vinin në program, unë e huazova për një çast, dhe vendosin të mblidhen me njëri tjetrin kundrejt apatisë së përgjithshme me qëllim që ta trondisin këtë realitet. Po a nuk është misioni i pamundur? Jo, më falë më të tamaroj edhe këtë sepse më ndërpreve në një pikë. Nuk është si mi futur detit në këmbë. Shqipëria është shumë afër Europës në fakt. Dhe kjo është lëvizje që është një gjatë si vale dhe me vendet e tjera. Kështu që nëse kanë temi arsye spanjoll, italian apo ku e diun francez, për kërkojnë një politikë ndryshe, aq më shumë do ta kenë shqiptarët. Ne nuk kemi punë me establishment fundit. Ai do bëj punën e tij. Ne po mundohemi që të bëjmë një sensibilizim qytetarë të dinë çfarë të kërkojnë. Në këtë vend është sovran akoma populli. Por reflektimi është i tillë ka të bëjë me strukturën vendimare, se nuk është kaq e thjeshtë kjo gjë. Sistemi në 25 vjet
është hermetik, ka mbyllur çdo lloj dritare për të ndryshuar nga jashtë, nga ana e qytetarëve. Sistemi merr vendime, do me butonave, në një vend ku askush nuk e di. Pra një sistem që nuk jep kontroll, në vend ka rënë llogaridhënia. Ajo që thatë ju, goditja selektive, në teorinë politike goditja selektive është faza supreme e autokracisë apo demokraturës. Kështu që më mirë mos kishte fare goditje se sa ku është goditja selektive. Po pse ndodh kjo gjë? Shqiptarët menduan sikur demokracia është një lloj si diktatura, e krijove dhe lëre aty se funksionon vetë. Jo. Shqiptarët nuk kërkuan garanci dhe llogaridhënie. Kështu që nga ana kushtetuese vetëm një minutë më thënë çfarë ka ndodhur nga ana kushtetuese. Nga ana kushtetuese, shqiptarët votonin kushtetutë në 98-ën. Nuk ka kushtetutë që është sot. Ndryshimet që janë bërë në kushtetutë janë bërë sipas shefit, sipas kostumit. Shkojmë gradualisht se e vëre që ti ke një emocion për ta shpjeguar të gjithë ngjarjen në të gjithë minutat e ka ndryshuar gjë. Jam i ndërgjegjshëm. Ne kemi kuptuar dhe Flori është kuptuar që ka një establishment hermetik, është kuptuar që ka një vendimmarrje autoritariste, është kuptuar që nuk ju pëlqen në përgjithësi establishmentit, nuk i pëlqen kur ti ja thua të vërtetat, ka nevojë për yes man, po ajo që më shqetëson është që nuk është e pamundur nëse ju doni të thoni këtë gjë, për arsye sepse sipas mendimit është e vështirë. Është e vështirë, padyshim që është e vështirë, po jo e pamundur. Në momentin që ka njerëz të cilët kanë idera, të cilat mund t'i hedhin në masën e gjerë, dhe sot me anë të mjeteve të komunikimit, kjo mund të bëhet, për arsye sepse ideja, duke u përçuar nga njëri te tjetri, arrin që të gjithë bashk, pasi një ide arrin që të shpjegoj një momentum negativ, një situatë komplet në shumë aspekte paradoksale, atëherë me ndërgjegjësimin e njerëzve, atëherë çdo gjë bëhet e mundur. Është e vështirë, po jo e pamundur. Ne dhe përse e them këtë gjë, ne jemi një grup të themi specialistësh, nuk po themi profesionistësh, pasi njeriu me kalimin e kohës ka gjithmonë për të mësuar, të cilët gjithë secili e ka arritur nga një afirmim të vogël në sferën e tij profesionale. Kemi familjet këtu, kemi fëmijët këtu dhe jemi të ndërgjegjshëm dhe duam që të bëjmë diçka për këtë vend. Jo, e kuptova. Krijohet një lëvizje, e cila është një lëvizje politike? Mund të shpjegoj gjë, shikoj, fjala politike në Shqipëri është bastarduar. Politika do të merresh me diçka, ne nuk kemi elektorale. Por nëse ti do të bësh diçka për vendin, patjetër quhet politik, sepse dëgjoj, është shumë e rrezikshme kjo, sepse sistemi në fundit, shikoj, duhet të gjejë në mbrojtje. Siç e kuptoj unë të gjejë në mbrojtje vetëm 10 sekonda është shumë e rëndësishme. Ndërkohë që unë mund të themi diçka tjetër që duke shpjeguar vetë lindjen e lëvizjes, ishte një nevojë e jona për të dëgjuar dhe për të shprehur atë që kishim. Ato që kishim parë brenda vetvetes edhe në takimet tona me njëri tjetrin. Dhe nga kjo nevojë jona na u bashkangjitën dhe shumë të rinj. Me kalimin e kohës, me situatën që është zhvilluar në vend, me atë që idetë që hedhim ne i marrin të tjerët, edhe i bëjnë të tyre dhe gjysmë, domethënë marrin vetëm një pjesë të idesë, ndërsa esencën e lënë, e deformojnë më saktë atë që duam të themi, atëherë ne jemi të ndërgjegjshëm që ardhmja jonë do jetë politike, po duke qenë që jemi me vetëfinancim, do duhet kohë. Kështu që ne do themi fjalën tonë aty ku mundet, si të mundet, derisa të na vinë dhe të na bashkohen njerëzit për të arritur për të bërë presion. Po Ledian, më fal, dua të ndihmoj tani që të më shpjegosh, meqense të shoh në thelb të konceptit të lëvizjes, çfarë në më të mirën e ëndrës dëshironi ju të bëni? Çfarë duam të bëjmë? Ideja jo modestisht. Ideja nuk është jo, ne kemi studiuar se edhe me aktorët të tjerë, me 5 Stelle, me Podemos, me kontakt se çfarë ka ndodhur. Nuk po shpikim asgjë. Nëse do të ndryshojë sistemi nuk mund ta ndryshojë çfarë ke ti në mendje apo duke replikuar ADN-n e sistemit. Sistemi ndryshohet me metoda krejt të reja, ato që ka bërë 5 Stelle apo ato që ka bërë Podemos. Ne po mundohemi që se prandaj vlera universale dhe revolucionet janë ngjitse. Jo kuptimi i revolucionit të 1700-s, po kuptimin e revolucionit me gjak. Shiko, sistemi nuk është se ka bërë vetëm mënyrat se si votohet, mënyrat se si bëhet biznesi, por edhe një ideologji të frikshme. Ideologjia që mbështet sistemin. E dikush është që ne hasim për ditë, sepse ne tani po bëjmë firma në gjithë terrenin, nuk bëjmë vetëm mbledhje, apo në komunitet që bëjmë trajnime, apo konferenca shkencore, ne po dalim në terren. E gjeni publikun apatik? Është e vërtet, po ata thonë për herë të parë është dikush që po thotë të vendosim ne këtë po. A nuk trembeni, nuk shqetësoheni ju nga një nivel shumë i lartë i militantizmit politik dhe i agrapimit
i marrjes, i përpunimit, i lavazhit të trurit dhe njëkohësisht i aftësimit të njeriut nga tre partitë të mëdha. Nëse mundem, Ardi. Më thënë, ky është prodhim, s'ke që i bën, po jo t'jesh sigur se duket, por përdorim ato teknologjinë partijake, por njerëzit, shumica, ata që janë të fjetur, ata kanë një neveritje për të gjë. Ata 10% militantët që duan të plaçkisin vendin me gjithë format e ndryshme, pjesa më madhe, ri e fjetur, sepse të merresh pikërisht me politikë, do thotë është gjë e keqe në Shqipëri. Ndërkohë, jashtë të gjithë merren me politikë, kuptimin për të dhënë diçka për vendin tënd. Kjo është politea, është shpikur nga grek. Ideologjia kur shesh, më fal vetëm një sekondë. Ideologjia është kjo, pikërisht ne hasim çdo ditë. Është që edhe fajin e keni ju. Ju meritoni qeverinë që keni. Ju edhe ju bëni korrupsion. Kur ti pastaj fillon të pyet, po ti vjet, jo, po praku ju vjet, jo. Të kam pyetur ty që u plaçkit nafta, u plaçkit minerat, jo s'më ka pyetur. Të pyet njëri pse u shkatrua Tirana, të pyetën jo. Korrupsioni është devijim pushteti. Pra unë kam diçka për të bërë për ty dhe nuk e bëj, po unë devijoj. Është krijuar ideja Flori që ideologjia që mban sistemin populli në këmbë. shqiptar nuk mund të reagojë dot më. Nuk ka një fuqi reaguese, sidomos në segmentet vendimarrëse ose zgjedhëse, për të bërë ndryshime të mëdha. Edhe pse ka treguar veten në 1990 për shembull. Ose në momente kur është vënë demokracia seriozisht në rrezik në disa. Unë mendoj që nuk është vetëm një problem i popullit shqiptar, është një problem në përgjithësi. Janë vetëm disa vende ato popujt e cilëve arrin domethënë të tregojnë një farë vitaliteti me shoqëritë e krijuara tashmë. Unë nuk mendoj që populli shqiptar këto 25 vite është hero dhe kështu si sepse ka qenë 25 vite të një presioni të madh, të një qasje ndaj një sistemi komplet të ri, me mungesë eksperience, sidomos në sferën juridike dhe ekonomike, të cilat janë ato që pastaj përfshihen dhe zgjaten si një degëzim në të gjitha, në çdo edhe në raportet tona personale. Kështu që unë nuk do t'ia vija shumë fajin popullit në këtë aspekt, do t'ia vija fajin elitave, klasës politike. Dhe nuk do t'isha dakord me atë që është e pamundur tashmë sepse nuk keni frikë nga klasa politike. Klasa politike, nëse ne do të shohim indekset e perceptimit të korrupsionit, tashmë me ato përqindje i bi që nuk kanë më çati marrin asnjëri tjetër. Kështu ata duhet të jenë shumë të kënaqur që ka njerëz si puna jonë të cilët do kenë ide të reja, të cilat do të vënë dhe do të ide të cilat do të vënë motorin ekonomik të vendit në lëvizje, sepse janë mundësi. Është si komunizëm, komunistët nuk donin që të vinë sistemi sepse kishin frikë. Kur ra sistemi kuptuan që ishte më mirë kur ra sistemi. Se sa ajo që kishte ndodhur më përpara. Dy segmente ose më sa sjellja e dy segmenteve më bën t'ju pyes si kanë reaguar me ju si lëvizje, dhe kjo është, nga sa kuptoj unë, lëvizje e intelektualëve, të cilët janë me arritje personale, po që janë të ndjeshëm për mënyrën se si shkon Shqipëria. Si ka reaguar partitë tradicionale dhe me gjitha format, më thënë, dhe si ka reaguar media ndaj? E kuptoj shumë pyetjen. Herë parë më thënë që kur fillon të mendonin që u mblodhen 10-15 doktora shkencë, më thënë njerëz të vetë realizuar për një projekt, më thënë dukesh diçka magjike, madje edhe ambasadorët na kanë thënë që është për herë të parë që mblidhen disa jo për interesa të ngushtë, normale. A filloja që quhet stili karrotës dhe i bastonit, si është, i shkopit, më thënë, filluan na joshin. Po na joshin, filluan na injorojnë, por që është me frikshme, është krijimi i derivateve për na likuiduar, sepse ne nuk mund na likuidojnë dot, por çfarë bën? Krijojnë disa shoqata të tjera flers. E kupton ç'po të bëjnë? Po këto kuptohen nga 3 elementë. Sepse kjo do një kohë gjithë parabola. Pra, më lër ta kuptoj mirë. Ju keni filluar tani më të merrni një lloj forme si lëvizje. Kjo lëvizje ka vënë një lloj me siguri platforme, i ka vënë vetes disa limite kohore për realizime, dhe në momentin që ju prisni reagime si nga establishmenti me afërsinë ose largimin e tij, si nga media me afërsinë ose neglizhencën, ju keni vënë re që jeni, nëse do mund të përdor shprehjen, sabotuar, na vinë kamrat nga disa krijime artificiale, të cilat çfarë shkaktojnë? Vinin kamrat, filmonin evenimentin, kemi bërë dhe konferenca ndërkombëtare me përfaqësues të 5 Stelle, sepse kemi qenë në parlamentin e tyre apo me aktorë të tjerë ndërkombëtar. Vinin kamrat, filmonin dhe nuk regjistrojnë, nuk jepin në emision për shembull. Prandaj ju falenderoj edhe për këtë gjë, sepse ajo që themi ne është anti-establishment. Ne jemi të panjohur për sistemin dhe kjo është e frikshme për sistemin, se nëse treshin fiat neve nuk na komandon dot. Ne nuk kemi lidhje me këtë sistem. Ato që themi ne janë pro-europiane. Cili është mendimi yt për sjelljen qeveritare të momentit? Fatkeqësisht mekanizmat që ka sistemi
po bën një evoluim negativ, degradim të gjithë institucioneve. Jo më kot shpreha shëndetimi dur, se drejtimi nuk është i duhur. Më thënë, çdo rotacion po përkeqëson situatën. Ku shihet kjo? Shihet te llogaridhënia. Që kur formohet shteti modern, kushtetuta, sepse këto njerëz se kuptojnë dot, e shqiptarët nuk e kuptojnë dot. Ka vetëm një qëllim, po dëgjosh edhe debatet që bën për kushtetuën në to. Frika ishte vetëm që dikush mos merrte prapë pushtetin në dorë të bësh udhëheqës i lavdishëm. Ne humbëm këtë bast. Sot, ai që është udhëheqës i lavdishëm është më keq se ai dje sepse nuk e llogari as para partisë tij, as para parlamentit, as para qeverisë, as para medias, as para botës akademike. Ky njeri është pa kontroll. Dhe një person që është pa kontroll, institucionet bllokohen, zhduken, marrin formën e tij. Dhe ky atë del si zëdhënës, dhe udhëheqës shpirtëror madje për të bërë kontaktin me popullin. Ne kërkojmë të kundërtën. Kërkojmë krimin e qindrave institucioneve në mënyrë që të bllokojmë mirë e mirë figurën e njerëzit, udhëheqësit të lavdishëm. Ne do themi atë që shkruan vetë Traktati i Lisbonës në 1919, që qeveria të punojë dhe populli kontrollojë, nuk mundet që partia edhe të qeverisë, edhe të emëroj prokurorin, gjykatën, kontroll lart të shtetit, avokatën e popullit. Jo, ju do qeverisin dhe populli do kontrolloj. A nuk ju duket e pamundur, Flori, këto zonja e zotrinj të rinj në mosh, me entuziazëm, me PhD-ra, me mastera, që vinë në Shqipëri për të krijuar një lëvizje me qëllim që ta troshisin establishmentin. Po si mund të mendoni ju që në për institucionet ku punoni do t'ju lejojnë që të bëni një jetë politike kaq ekstravagante? Unë nuk mendoj që kjo është një jetë politike ekstravagante. Ne edhe brenda lëvizjes tonë kemi mendime të ndryshme shpeshherë. Nuk është një mendim ekstravagant, ai interpretim që bëri Lediani, që nuk është gjë tjetër, nuk është personale, por është një interpretim i asaj që është krijuar si sistem. Dhe është një diçka që të gjithë njerëzit e dinë tani më. Dhe mendoj dhe vetë ata që janë brenda sistemit janë ndërgjegjësuar tashmë, por është krijuar një qerthull i tillë nga i cili nuk mund të dilë dhe nuk mund dhe nuk din as vetë si të dalin. Ndërkohë për shumë arsye. Njëra prej të cilave është edhe të themi binarët ekonomik, logjika ekonomike, logjika e një tregu shumë të egër, me atë që tregu e zgjidh çdo gjë. Nëse ne mendojmë që tregu e zgjidh çdo gjë, atëherë lëmë janë të gjitha përgjegjësitë e institucioneve të tjera si punë e shtetit në këtë rast. Pas tregos funksionon. Dhe në momentin që ja lë çdo gjë tregut dhe ndërmerr disa reforma që kanë ndodhur, të cilat kanë dhënë disa efekte tani më që janë negative, nuk është e pamundur që njerëzit këtë gjë mos ta kuptojnë, është e pamundur që ata që janë në establishment këtë gjë mos ta kuptojnë. Duhet të fillojnë të dëgjojnë dhe ata vetë për të evidentuar mënyra për të dalë nga situata. Si e keni ndjekur si lëvizje fushatën elektorale dhe këtë ndjesi të madhe që kanë, këtë ndjesi imponente që kanë njerëzit në Shqipëri që praktikisht nuk kënaqen përveç militantëve, të cilët nuk kanë nevojë as të mendojnë, se ata kanë vendosur se kujt do t'ja japin zemrën dhe ja japin në mënyrë të pa kushtëzuar, po një pjesë e madhe e popullatës ka një dramë personale sepse askush nuk duket që të ketë merituar plotësisht një besim të madh, nga që të gjithë vinë nga tre. Ju si e keni ndjerë këtë dhe? Pyetja e parë që bëjmë pra na thonë se do të kemi besim. Fushata jonë, që po bëjmë tani, në fakt është anti-fushat. Ne kemi quajtur garanci dhe jo premtime. Se çka kuptimi ka që ne kërkojmë pra punë, rrugë, spitale, në fund ja premtosh kësaj kase politike. Rrugët, spitalet, nëse bën bie kundërshtim me privilegjet, nuk kanë për të bërë. Nëse aty do bëhet park, aty do humbi privilegje për të bërë një pallat. Dhe kështu me radhë me ujësjellësat dhe me të gjithë. Ne kërkojmë garanci. Është shumë e rëndësishme kjo gjë. Shqiptarët do të ndalojnë se kërkuari punë në mënyrë në këtë moment që flasim ne, ju jeni krejtësisht të pafuqishëm apo jo? Jo, është shumë fuqishëm sepse është ajo që tha Flori, ide, ata nuk mos sulmojnë mua dhe Florin sepse idet po të përhapen. Dhe Shqipëria shumë afër Europës, shiqur zotë nuk kemi Kazakistan. Ide do vinë në Shqipëri. Do vinë në Shqipëri dhe Shqipëria ka vetëm jo asete burime njerëzore, por ka mira, ka më shumë intelektual se sa duhet brenda dhe jashtë vendit. Forca më e madhe e Shqipërisë është jashtë sistemit. Nuk ju ka bërë përshtypje për shkak që në këtë garë treshe për Tiranën, fjala vjen, ku zoti Veliaj mbështetet nga një parti e majorancës, një parti e fuqishme me numra pothuajt garantuar. Zoti Kosova mbështetet nga një parti e cila ka qenë në pushtet para 2 vjetësh, një parti e konsoliduar e fortë. Zoti Bojaxhi, i cili vjen i vetëm, ndërmjet të tjerash, më ka bërë përshtypje, nuk është problemi që ai nuk merr dot votën. Ai nuk merr dot as angazhimin. Domethënë ai ndihet i shqetësuar sepse njerëzit thonë që ne nuk na shkon mendje të lidhemi me ty se çeti, ç'përfaqëson ti? Pse jeti këtu? Gati i vënë në dyshim ekzistencën. Si do të mund të vinë ata tek ju të thonë qeni ju me mastere, ne 96% e këtij populli
pavarësisht nga analfabetizmi, kanë master edhe PhD. Nuk është më ngjarje. Të falenderoj, vetëm një pyetje që Ledian, vetëm të lutem, secili prej nesh një të nesërme do paraqitet me historikun e tij. Dhe ne jemi duke bërë historikun ton. Ne nuk mund të bëhemi parti politike sot për arsye sepse nuk kemi çfarë të ofrojmë zgjedhësve. Nuk mund të them do të më besoj mua sepse ka mbaruar në Perëndim, Lediani se ka mbaruar në Perëndim, edhe ne njerëz jemi dhe nëse nuk kemi treguar asgjë. Tashmë, mbasi me kalimin e kohës, dhe prandaj kjo lëvizje është tani lëvizje dhe më pas mund të kaloj në sferën politike, do doj 2 deri në 3 vite të paktën, me qëllim që të gjitha këto dyshime të eliminohen dhe ju nuk bërtisni, ju nuk shani, jemi të lodhur se kemi dhënë leksion dhe juve kështu nuk do mund t'i emociononi shqiptarët. Nuk e besoj. Shqiptarët duan 20 të qetë për ta rimarr aty ku tha Flori. Unë jam prapë një qytetarët. Nuk duhet të provokosh besimin e shqiptarëve. Nuk fillohet nëse do të ndërmor sistemin, do ndryshosh sistemin. Nuk e fillon duke bërë metodat e sistemit. Pra rreth njëshit, unë provokoj rreth figurës time të njëshit. Pra nëse vjen me kapital të dhuruar nga politika, jo në kapital mediatik, por edhe gjëra të tjera. Pse duhet të provokosh një të ke besim apo s'ke besim? Nuk e vë unë vulën vetë se jam pavarur jam. Prandaj procesi është shumë i rëndësishëm. Ajo që ka ndodhur në Spanjë, Itali dhe vende të tjera është rrugëtim. A do ketë sukses rrugëtimi ynë? A do bëjmë betejë për drejtat e njerëzit? Dhe aty ne nuk kërkojmë besim. Kur thonë pse kemi besim, mos ki besim i them. Do të kontroll dhe llogaridhënie. Nuk duam besim. S'kemi çfarë besim është për diktaturat. Duam kontroll llogaridhënie. Krijojmë disa garanci që askush mos të marrë. Ju kanë akuzuar për populizëm? Absolutisht jo, madje na akuzojnë se jemi shumë filozofë dhe shumë shkencëtar. Por Shqipëria është aq banale sa do vetëm slogane. Po pastaj kur e shpjegon një herë dy herë fillon u pëlqen njerëzve. U pëlqen sepse ndihen të përfaqësuar. Shqiptarët do rriten, nëse u jep mundësi që të vendosin. Ju keni konstatuar segmente të shëndetshëm të analizës së njerëzve të zakonshëm. Absolutisht. Mbledhim madje janë më lart se sa mesatarja e parlamentit tanë. Edhe sot ishim në terren të mbledh firma. Ka një logjik të ftohtë. Njerëzit shqiptarët nuk janë budallë. Arrin të kuptojnë që se do bëja një batutë atëre njerëzit kur e patën mundësinë dhanë 1 milion vota duke besuar në atë. Ishin të zgjuar, sot janë budallë. Për ndryshime dhanë 1 milion vota, por themi që ato ishin alternativa dhe dhanë 1 milion vota për alternativat e momentit. Po shqiptarët do të kenë mundësinë, atëre do të jenë të bëjnë një pyetje tipike që sot bëhet gjithandej duke në një kuptim të vendosur në pozitë vështirë. Është gati një pyetje opsin e paturpshme në Shqipëri. Ju jeni të majt apo të djathtë? Nuk flasun, në qoftë se duke qenë sepse zakonisht kur flitet për ideologjira duhet lidhur me se s'bën edhe ekonomia. Ne mendojmë që sido që do vi puna, ekonomia dhe ideologjit janë lidhe me kontekstin e momentit. Në kontekstin e momentit në të cilin ndodhet Shqipëria sot, ka nevojë emergjente, nevojë të pashtyshme më për ideologji të majtë. Është e pamundur një vend i cili është në një faliment të themi të raporteve të biznes, shtet dhe sistem financiar, të ribëhet vetë me dorën e padukshme të Smithit. Është e pamundur. Nuk mund është e pamundur, duhet me se s'bën operatorët të gjejnë një mënyrë për të komunikuar me njëri tjetrin. Dhe për këtë duhet ndërhyrja e shtetit i cili me format të tij të uli perceptimin negativ të riskut që kanë bankat, frikën e bankave thënë popullore, ndaj biznesit. Biznesin të shty në projekte strategjike, madhore të vendit, ta bëj bashkëpunëtor, dhe të tre bashkë këta aktorë që janë aktorët kryesor në vend, të ribëjnë vendin. Shqip On nuk do të jetë një lëvizje, si që mendova unë, e cilat ishte gati a ideologjike, popullore, me një kahë nga ndryshimet gati nuk do të mashtrojmë shqiptarët me karakteri politika, nuk do të bëjmë parti, pastaj shiko, është vërtet ajo ne kemi rënë dakord në disa pika. Shqipëria është një vend anormal. E të thosh të gjatë del si bumerang, sot shqiptarët bredhin pas etiketës, nuk do të vëmë etiket vetes që tani. Shqipëria fatkeqësisht nuk ka bërë as reforma liberale, as sociale. Shteti shqiptar. Thjesht u bë diskutim me studentët, se nuk është problemi të mbiemrit, problemi i emrit shtet, se ai që konfiguron interesin publik. Ne nuk kemi konfigurim interesit publik, pra një shtet i cili nuk kuron interesin publik, nuk është as i majt dhe as i djathtë. Që po të kërkosh më shumë ndryrë sot duket sikur përkundër shteti deri më sot ka qenë një aktor për interesa private, të them. Ka penguar konkurrencën e lirë për shembull. Nëse ne futemi ideologjive ekonomike, teorive ekonomike, shteti presupozohet që
që ndjek të mirën publike me limitet e shtyrjes së veprimit të tij. Jemi aty ku praktikisht komunikojnë njerëzit me ju që të bëjnë atë pyetjen e famshme fatale, përse do ju duhet që të besojmë? Përse do të na duhet ju besoj? Okej, edhe përgjigjja është kjo. Pse duhet na besoni? Nuk keni nevojë të besoni mua, apo Florin, apo të gjithë ne. Ne nuk kërkojmë besim. Ne kërkojmë kontroll dhe garanci dhe llogaridhënie që të vendosin qytetarët. Do krijojmë aq shumë instrumenta kontrolli dhe llogaridhënie në vend. Po ti kthehemi në kujtesë, Ledian, retorikës së eksponentëve kryesor të partive kryesore në Shqipëri, të atyre që e kanë drejtuar këtë vend në qeverisje apo që e drejtojnë sot. Retorika e tyre ka qenë e pacënueshme në momentin që ata kanë dashur të jenë seksi për të marrë mbështetje popullore. Problemi është çfarë sot si reagojnë ata mbasi e marrin pushtetin. Më lër vetëm një minutë sepse është pak e vështirë. S'ke që bën për ta shpjeguar. Shiko, të gjithë ata që kanë dashur të vinë, kanë thënë ma jep po Chelsea ta bëjmë Shqipërinë. Stop. Askush nuk do marrë me Chelsea për Shqipërinë. Qytetarët do zgjedhin prokurorin e përgjithshëm, do zgjedhin kontrollin lart të shtetit, do zgjedhin avokatin e popullit, do zgjedhin KLD-n. Është vetmja mënyrë në mënyrë të cilët qytetarët të cilët dashurojnë në mënyrë të pa kushte Partinë Socialiste, ata që vdesin në këmbë të palumtur, por të qëndrueshëm për Partinë Demokratike, qytetarët në Shqipëri të cilët e dinë shumë mirë pse e duan LSI-n, këtyre qytetarëve dëshiron ti kërkosh. Këtyre qytetarëve të cilët në të ardhmen do duan një ambient më të mirë për fëmijët e tyre. Pasi në këto 25 vite tashmë është parë që nuk është kjo mënyra. Sistemi është duke degraduar nga brenda. Tashmë, nëse ne dëgjojmë njëri tjetrin ose atë që na thuhet është që vendi nuk bëhet. Si nuk u bë kërka vendi kur ti je në qendër të Evropës, kur ke burime natyrore, kur ke burime intelektuale, është thjesht dhe vetëm fakti që këto burime ti nuk i organizon dhe nuk i përdor. Shiko, lidhur me këtë, na thonë jeni si të tjerët, nuk ka ndodhur asnjëherë që dikush të vitë të thotë disa ide duke mos kërkuar pushtet për vete. Është vërtet që kanë ardhur të rinj në pushtet, ata nuk kanë ardhur vetë me rrugtimin e tyre. Ata janë thirrur nga politika ose përdorin metodën dhe kapitalin që sjell politika dhe janë ngjizur rreth idesë së një ashis. Kujdes kur të thret politika në kanalet e saj, politika e vjetër, ti klonohesh, të gjitha të rinj, thjesht në transplant që të vazhdoj ky sistem degradues, vetëm në moral, por edhe në ekonomi situatori dhe në institucione dhe kudo. Ne do të sforcohemi të bëjmë një rrugtim ndryshe të pavarur, komplet pavarur për edhe si lëvizje kulturore, por edhe si lëvizje politike dhe si lëvizje sociale. Në mënyrë që ai popull, nëse voton një herë, dy herë, tre herë fillon socializohet. Imagjinojmë për një moment, sikur qytetarët sot të bënin referendum për liçenin. 90% do votonin kundra ndërtimit atje. Po kjo është e frikshme, sepse po shijon një popull do gjithmonë. Nuk është rastësi që ka 25 vjet nuk bëhet referendum atje. Nuk është rastësi. Nuk duan që populli të ndjejë shijen e vendimarrjes. Duan që gjithçka ta marrin dy figura kryesore dhe media këtu është më kriminale se sa vetë pushteti, sepse ka formuar, ka bindur njerëzit tani që fajin e keni ju. Unë i pyes, orë ka pyetur njëri ty për të bërë masakrën në komunën e Parisit, jo s'më ka pyetur. Që u shkatruan natë, jo s'më kanë pyetur. Ne kërkojmë kaq shumë instrumente, sepse nëse voton 3 herë, 4 herë, 5 herë, është e vështirë të vidhet edhe vota. Pastaj ti ngrihesh nga kafja dhe vetë pyet të votojmë për çerdhe apo të votojmë për spital apo ku e diun për kazino. Kjo është lëvizje sociale sepse i bën qytetarët të ndërgjegjësohen. Kjo ndodh në Evropë. Në demokracia pjesëmase. Çfarë keni kuptuar nga reagimi i përgjithshëm i atyre me të cilët flisni? Ka shpresë? Janë lodhur, më fal. Që janë lodhur s'kam asnjë dyshim. A ka shpresë, a ka dëshirë që edhe një herë të hidhemi për të bërë një ndryshim cilësor? Ne shqiptarët jemi një popull i mbijetuar që shpresa nuk e kemi gjithë. Vitalitet, ë? Njeriu ka shpresë, ne jemi të dënuar për të qenë optimist. Njerëzit kanë shkur fillon u flet qet, ja u sqaron. Më shumë tani nuk besojnë që ne vetë financojmë dhe njerëzit tanë të ngushtë nuk besojnë. Po ne po e bëjmë këtë gjë. Dhe ngadalë. Prandaj them që besimi duhet prodhohet. Ti nuk mund ta nisësh me besim të cunguar se ka ndodhur këto 25 vjet, që vjen dikush e thret apo dikush ka pasi kapital politik apo duhet njerëz të rinj. Është ajo që quhet dyshimi legjitim në qoftë si teori juridike qoftë si teori politike. Do të thotë në një sistem kur makineria ka ndaluar se prodhohet të vërtetën, atëherë është ajo që quhet korrupsion ambiental ose sistemik. Që do të thotë vetëm do merren me ndërtimin e vendit të ri ata që nuk kanë pasur poste të larta dhe nuk kanë pasur butonin atje ku mund. Dhe qytetarët kanë të drejtë të kërkojnë njerëz të rinj. Njerëzit e rinj të pastër janë më shumë dhe propozitiv me anë të ideve,
Sepse shpeshherë shtrohet pyetja, po mirë, po ju si do ta bëni? Ekzistojnë idet. Ekziston edhe ajo që është vetë edhe interesi i këtij sistemi ku jemi ne Ju do sot. të merrni pjesë në garën për bashkitë në këtë Jo, ju jeni larg kësaj Jemi larg edhe jemi Nuk mund dikësh etapat veç ti tek zgjedhjet elektorale pa bërë një aksion politik. Se do të provokosh qytetarin. Është e kundërta, pra këtë e bën sistemi. Ngjitet deri figurës së njëjshit dhe prodhon. Jo, o bën një aksion politik. Grupi i marrëdhënieve publike në qeverisje ju ka bërë identikitin kush jeni, keni marrë vëmendjen e tyre se duhet bindi fugën që ju ekzistoni. Dhe që të prodhohet një mekanizëm i këtyre flyerave që ti përmende. Shqipëria është një vend aq i vogël sa që transparent. Kanë ardhur dhe njerëz të shikut, dhe ne kam parë që ne vënë nga 5.000 lekë nga 10.000 lekë, tani duket se e pamundur, po ne e bëjmë të gjë realisht. Kanë ardhur, kam parë, vinë shumë vullnetar, shkojnë që s'ka lekë ikin, po kemi disa njerëz idealistë, por shumë që ka shumë idealistë. Ne besojmë që shpresa që ne ngjallim është aq e madhe sa që edhe ata që duhet ishin kundër në fund stepen. Podemos dhe 5 Stelle, megjithatë qoftë edhe Tsipras, po ta gjykojmë në mendimin analitik të momentit, o t'i referohemi atyre që e kanë bërë analizën politike, ato kanë një emocion të madh të ndryshimit, vjen një pikë që kanë një ngjizje me ndjeshmëritë popullore, por diku çalojnë për shkak të mungesës ose të largimit që i kanë bërë pikërisht mekanizmit që në një parti tradicionale funksionon ashtu e poshtë rreth njishit, por ama funksionon për të bërë një veprim. Jeni të përgatitur që nesër pastesër do të kaloni prova shumë të forta ekzistence. Tani, është kohë që ne të mburremi tani. Ne kemi disa pika më të forta edhe se sa ato, po kemi edhe disa pika më të dobta se vetë ata, sepse kemi një popull që është vërtet popull i lodhur dhe do shumë të bëhet. Por kemi një lloj vendimarrje kolegjiale, ne jo rastësisht nuk po prodhojmë idenë e njëjshit dhe kur bëjmë publikimin nuk nxjerrim këtyre ato, sepse do të dalin fillimit det. Mos ta kesh besimin tek unë ti thjesht si person. Po do ta kesh tek ajo që përcillet edhe te mekanizmi. Jeni ju të përhapur në gjithë Shqipëri? Jo në të gjithë Shqipërinë, po në shumë qytete. Biles djem kanë dalë edhe në terren në disa qytete të Shqipërisë për të mbledhur. Të dielën jemi në Korçë nëse mund të bëjmë një publicitet për të mbledhur firmat edhe ftoj gjithë aktivistët e Korçës para ditës të dielën mbledhin firmën për referendum. Ne ju kërkojmë, ndjesë nuk ju ndihmojmë dot nga që kemi një shikueshmëri 0.7%, por unë besoj tek audienca, kam besuar gjithmonë tek audienca e programeve të mira, kështu që e shoh me shumë entuziazëm këtë nisëm, pa xhelozi, nuk do të mund për fat të keqin tim të jem pjesë e kësaj tronditje të bukur popullore, por padyshim kohë televizive, vëmendje gazetareske, qytetare, do të keni absolutisht gjithmonë. Kështu që mirë se erdhët në program dhe lëni t'ju them që jam i gëzuar nga ky nerv i bukur që keni jo vetëm në timbrikën e zërit, por edhe në strukturën e idesë. U falenderoj. Faleminderit, është dyfisht për momentin ku jeton Shqipëria, kështu që faleminderit, ju shkojnë vetëm juve. Faleminderit. Ne do takohemi shumë shpejt, natyrisht që po afrohet dita e zgjedhjeve, pastaj do të kalojmë gradualisht në një sezon veror për të menduar për prodhimet e reja që Agon Channel do të fillojë në sezonin e ri të vjeshtës. Ju përshëndes si zakonisht me Maja Angelon dhe ju lë takimin si zakonisht në ditët e përcaktuara në program. Deri atëherë, miru pafshim e miru dëgjofshim. Ti mund ma shprishësh historinë. Me vargjet e tu të hidhur të ligë, mund më shkelësh në mes të pislikut, por sërish si pluhuri, unë do të ngrihem. Të mërzit gjallëria ime, zymtësia, përse të ka kapluar? Apo se unë esi si kur të kem puse nafte që pompoj në dhomën time të ndënjes. Njësoj si hana dhe si diet, me sigurin e baticës, njësoj si shpresat që gufojnë lartë, sërish, unë ngrihem. Dojet më shije të thyer, kokullur, me sytë poshtë. Shpatullat që bien si lotët të dopsuara nga britmat e shpirtit tim. Ofendohesh nga fodullaku im. A nuk e merr të si shkeq faktin që unë qesh, sikur të kemi një ari, gërmuar mu në kopshtin tim të mbrapëm.
Mund të më qëllosh me fjalët e tua, mund të më bësh copash me sytë e tu, mund të më vrasësh me urrejtjen tënde, por sërish si jeta, unë do të ngrihem. Të mërzit joshja ime. Të befason mënyra si kërcej, si të kisha diamant, aty ku kofshët më bashkohen. Nga skutat e turpit të historisë, unë ngrihem. Nga e kaluara e kalbur në dhimbje, unë ngrihem. Unë jam një oqean i zi, i gjerë, i trazuar. Me gufime dhe enjtje, unë mbartem në batic. Duke lënë prapa ne terrori dhe frike, unë ngrihem. Gjatë një agimi mrekullisht të kthjellët, unë ngrihem duke si dhuratat që lanë paraardhësit. Unë jam ëndra dhe shpresa e sklavit. Unë ngrihem, unë ngrihem, unë ngrihem.